Kjo është lutje, pi nënshtruhet, pi lutet. Albin Kurti, i madhi, i madhërishmi. Ai që nuk ban kompromise dhe koalicione. Pse Lumir mos ta bëjmë? Pse Lumir të mos e bëjmë? Decidivisht qështu e ka shkruajt Albin Kurti në letrën që ju ka drejtu kryetarit e LDK-s Lumir Abdexhikut për me lutë për koalicion. Nuk besoj që kemi nevojë me u përsërit me ato që kemi pa në fushat, që ka kulmu në natën kur janë bën publike rezultatet e zgjedhjeve. Nëse doni, kur si ka ardhur keq Zotit Kurti, mu i me përsërit edhe na. I ka quajt hajvana dhe hajvanat. E ma shumë se sa për krejt tjerët e ka pas fjallën për liderin e LDK-s Lumir Abdexhikun. Kurti, që aktualisht është kryeministër në detyrë, ju ka drejtu me një letër kryetarit të LDK-s, i nderuar kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Zoti Lumir Abdexhiku. Në paragrafin e parë, po ju drejtohem me këtë letër me që nuk u takuam ende. Deputetët e LDK-s së fundi kanë deklaruar publikisht se për të ecur përpara në legjislaturën e 9, fillimisht me konstituimin e kuvendit, nevojitet marrëveshje politike. Kështu i drejtohet në letrën e tij Kurti Abdexhikut. Siç mundi me kuptu, nuk po thotë që është vullnet i madh i tina, po thotë që është më shumë vullnet i deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Si kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës, jam interesuar dhe i vullnetshëm për marrëveshje politike me LDK-n. Ne sigurisht që kemi dallime në bindje politike e në politikat qeverise, por koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime, duke vendosur të drejtat dhe nevojat e shtetit dhe qytetarëve si prioritet. LDK njihet si parti e cila nuk ka hezituar për koalicione qeverisës, ja ka kujtu, në 2001-2004 me PDK-n dhe AK-n, 2004-2007 me AK-n, në 2008-2010 me PDK-n, në 2014-2017 sërish me PDK-n, ndërkaq në 2020-ën me lëvizjen vetëvendosje. Tutje vazhdon me letrën e Kurtit, mos pajtimit e diferencat që mund të ketë LDK-ja me LVV-n, nuk janë më të mëdha se sa që LDK i kishte para koalicioneve të mëhershme kur i bënte ato. Plus, në vitin 2020, ne bashkë kemi qenë kolegë në Kurtin ne, kur une nuk kam pasur problem me juve, por me disa të tjerë që nuk kanë me pozitat e larta e as në ndikim të madh në LDK. Jam i bindur që votuesit e LDK-s sot e preferojnë më së shumti koalicionin me LVV. Edhe votuesit e lëvizjes vetëvendosje e preferojnë po ashtu më së shumti koalicionin me LDK. Pse të mos e bëjmë? LVV-ja nuk është e interesuar për koalicion me PDK-n, çështu pi thot. A para një jave e thirri PDK-n në takim me Emri Krasniqin, siç e keni pa, edhe që u takuan. Ne edhe mund të shkojmë në zgjedhje të reja, ku pak çka mund të ndryshoj për LDK-n. Dhe mandej sërish do të na duhet të ulemi bashkë për koalicionin LVV-LDK. Pse ta bëjmë atëherë me vonë, kur mund ta bëjmë tash? Pse edhe një pol zgjedhje për koalicionin e njëjtë? Do të thonë, pi thotë që Kosova, edhe qeveria e ardhshme, nuk ka gjasa me u bë ndryshe përveç koalicion LDK-LVV ose LVV-LDK. Natyrisht që më së miri do të ishte të takohemi, të flisnim dhe të diskutojmë këto si politikanë të pjekur që kanë ardhmërinë e shtetit dhe përparimin shoqëror prioritet mbi çdo tjetër. Sinqerisht, Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje,
kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës. Siç e dëgjuat dhe siç mund ta keni lexuar deri më tani, që kjo është letra e kurtit që ju ka drejtuar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra, nuk kemi nevojë me komentu shumë. Albin Kurti po i lutet Lumir Abdixhikut. Po i bën lajka. Ose po i laritet, që është përdoret shpesh herë në diskutimet tona të rëndomta. Dhe tash e presëm përgjigjen e zotit Abdixhikut.